Prokuroria Speciale Publike sot publikoi 3 hetime të reja për dyshim të bazuar për kriminalitet financiar. Rasti Lëndina është për ndërtim të paligjshëm të 3 vikend shtëpive në Zelenikov. Trajektoria për ndërtimin e autostradave Miladinov-Shtip dhe Tetov-Ohër, përderisa Taliri është për finansim të paligjshëm të BMRO-DPMN-s. Në 2 rastet e dyta i dyshuar kryesor është Nikola Gruevski, ndërsa sot PS-ja do të kërkojnë ngrirje të një pjese të pronave të partisë, midis të cilave edhe Selis. Iniciohet procedurë falimentuese për firmën Qendra Grafike, ndërsa si udhëheqës falimentuese është caktuar Simon Mihajlovski. Vendimi i gjykatës themelore Shkupi 2 sot është publikuar edhe në regjistrin qendror. Qendra Grafike është pronare e Media Print Makedonia, publikuesi gazetave Dnevnik, Utrinski Vestnik, Vest, Makedonski Sport, Tea Moderne dhe portalit. Organizata jo qeveritare civil Qendra për Liri publikoi fotografi ekskluzive nga sulmi i përgjakshëm në kuvend dhe tentim për vrasjen e deputetit Ziadin Sela dhe deputeteve nga radhët e shumicës së re parlamentare më datën 27 prill. Në fotografi duket grupi i qytetarëve se si e tërheqin zvar trupin e Selës. Një person që gjendet në këto fotografi ende nuk është i identifikuar. Por 2 tashmë janë parashtruar kallëzime penale për tentim vrasje.